Po deri tani ne jemi rregull, jemi mirë, kemi stërvitje fundit, sigur jashtë është Musta, edhe Kasamad. Të tjera ne jemi rregull, gati, gati për nesër. Këtë fitore Radhës, a ishte kjo rezultati i një skuadre që keni qenë duke pritur të shkojnë? Të them drejt, unë isha besim me qunat nga fillim, nga djetori, kur firmos unë me Elbasani, nga djetori deri sot, isha me besim i madh, se kam grupi mirë, kam lojtarët mirë. Edhe unë kam eksperiencë, e di futbolli mund të shkoj edhe si kështu, dhe më thonë, nuk mund të gjykojmë skuadrar kur ishte edhe në moment të vështirë, edhe tani kur kemi 4 fitore radhasi, dhe më thonë, qunat është mirë, kam skuadra mirë, edhe nga fillimi deri sot isha me një besim i madh. Patjetër, tani jemi në një forma mirë, edhe ne jemi lumtur, por e tash unë isha me besim do kapim forma mirë edhe do kapim diçka. Tani nuk do festojmë, nuk do flasim shumë, sepse kemi 2 javas shumë rëndësishme. Nga nesër, Shkodra, pastaj kemi edhe java fundit. Por ne jemi tani vetëm mendoj për Shkodra. A i trevi një euforie nga Vllaznia? Jo. Neve vetëm shikoj puna jonë, unë personalisht edhe stafi im nuk kemi nevojë për eufori, sepse nuk kemi fitoj asgjë deri tani, asgjë. Jemi vetëm në lojë, edhe jemi në rruga duhur, mund të fitojmë diçka, por deri tani nuk kemi fitoj asgjë. Ne jemi kem në tokë, mendoj vetëm për nesër, edhe mund të flasim vetëm për Shkodra. Pastaj, kur jemi morë kampionati, mas java fundit, ndoshta mund të flasim për diçka të tjera. Po rrugtimi juaj, a do të jetë sërish me Elbasanin, apo kjo varet nga rezultati i final? Por tani nuk e di nga çfarë varet, sepse to e di klubit, por unë e di, unë kam kontrata deri në maj, në fundit maj, pastaj do flasim me klubit, edhe do shikojmë si do bëjmë edhe çfarë do bëjmë. Po deri tani edhe klubit edhe ne jemi kënaqur me njëri tjetri, edhe kjo është pozitiv.